Reshjet e dendura të shiut dhe dëborës të ditëve të fundit kanë sjellë ndikime të dukshme në sektorin e pemtarisë, veçanërisht tek pemët e mollës, të cilat janë ndër më të kultivuarat në zonat tona. Specialistët e bujqësisë theksojnë se ndërhyrja kryesore që duhet bërë menjëherë është largimi i ujit të tepërt nga parcelat, pasi grumbullimi i tij mund të shkaktojë kalbëzim të rënjve dhe dëmtime afatgjata të pemëve. Nuk kemi dëmtime në pemtoret, kryesisht në pjesën më të madhe të zonave, me përjashtim të zonës Sofjanit andej, ku është edhe gropa e Korçës, që mund të ketë parcela të përmbytura dhe pemtore në ujë. Kuptohet që duhet të merren masa me kullimin e parcelës, sepse prania e ujit për një kohë të gjatë sjell edhe kalbëzim të qafës së rënjve. Masat e kullimit duhet të jenë të vazhdueshme në këtë periudhë. Megjithatë, ky mod i vështirë ka sjellë dhe një efekt pozitiv, reduktimin e ndjeshëm të mijëve të arave, një dëmtues i rrezikshëm që mund të shkaktojë humbje të konsiderueshme në pemtore. Kanë sjellë edhe efekte pozitive për sa i përket rritjes së mortalitetit, ngordhjes së mijëve, izolimit të galerive, vrimave në tokë, për shkak të rritjes së nivelit të ujit dhe përmbytjes me ujë të këtyre vrimave, dhe shikojmë që prania e mijut pothuajse është eliminuar plotësisht. Një dëmtues i cili sjell goxha dëme nga viti në vit në pemtore, pasi konsumon dhe dëmton qafat e rënjve. Specialistët theksojnë se pavarësisht këtij aspekti pozitiv, vëmendja e fermerëve duhet të mbetet e lartë në javët e ardhshme, pasi faza e dimrit është vendimtare për shëndetin e pemëve dhe prodhimin e ardhshëm.